Burim, që do shtë me i komentu? Në fakt, unë përdo me edhonë 2 plusa dhe 2 minusa. Në fakt, 2 plusa që unë menaj që janë vetëm 2 njerëz që profesionalisht janë të oftë edhe kësha po shef me po në cëllëndar qeveri. Është Lulzim Jakxhiu, më falë, për Ministrinë e Administratës dhe Digitalizimit. Lulzim që unë menaj që është profesionalisht një për njerëz më përgatitur në Kosovë. Jam në spjadel. Edhe... Jam në spjadel. Ja ditë, po jo e votë nga e fitë. Jetën e përmese vërës. Të mas realizohet, mas jam gabim. Jo, nuk ka qenë një kështu në kuptim tjetër. Po edhe koncepti për me ndohë Ministrinë e Administratës Publike dhe digitalizimin pej Ministrisë Mbrëmshme është koncept i vlefshëm dhe duhet me ndohë kush do që e banë qeveri nashme dhe definitivisht Fatmir Spahiu. Në mund që profesionalisht është edhe i përgatitur edhe një përfaqësues i mirë i komunitetit. Pjesa tjetër, përdu me i bot 2 minusa. Këta janë 2 plusat e vetëm, këtë ushtrinë e madhe që ka dosh me plusin e madhe që është Albin Kurti. Në një ndarje që duhet me ndodhë është edhe mishena sociale prej Ministrisë së Financës. Nëse dikun ja kanë qëllu që e ka propozu me ndarë që të Ministri që shto, edhe me stadu jame. Pjesën tjetër është këtë gabim. Nuk e jam dëgjohë që ta plusin e madhe Albin Kurti. Dhe minusat e mdhaj është, falë për Armen Muja me bujqësi, besoj që është ka dosh me mjedhë Lule Dili na për këtë Kosovën, atë shka. Ka është klarë e burë që për mas kandidim në Mitrovica. Edhe ajo është në që ato manovra cilat i përmendi burimi, se ta besnik. Në manovra që i përmendi që... Apo kuptat, në manë bujqësi është vesh me mjedhë Lule Dila, asë unë falë, Kallamoqa hibridi kanë thonë të njerë edhe ko. Në manë e këtat janë njërë për hibriden, për luftën e hibride, veç nëse ka dosh me mjedhë Kallamoqa hibrid. Edhe e dyta, që është mesazh i gabushëm, vendim emrem ose nominem tepër i gabushëm, o me Moza Kusari Lila, ajo që edhe matutje nuk është rëfy para popullit Kosovës për komunikimin e saj me Milan Radojčić, pasi që është shpall persona non grata ose në listë zezë për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pasi që ka akt akuzë për vepër penale në Kosovë. Pse me ndoni që Albin Kurti pikrisht Mimoza Kusarin e ka nominu për ministë, e ka propozu? Tash, mënët me qenë, mënë me spekulu, për mënët me qenë pak të në 2 drejtime. E para, edhe ato që tha Dibroni, ajo vlera e ti që i falë gabimet, qofshin edhe kombëtarë, sepse ato që ka bërë Mimoza është gabim kombëtar, edhe shkelje e rëndë ligjore. Mimoza ka bisedu me Radojčićin për çështjet saj private, ka bisedu për çështjet partisë dhe me autorizim partisë. Dhe nuk mund t'ja bëjmë fajin Mimozës, është faj i partisë që ka komuniku, do nuk ka komuniku Mimoza. Vetë vendosje ka komuniku me Radojčićin. Të kërëson partia komunikon me Bin Ladenin, a kish komuniku? Njeri që është listë të zezë. Radojčić është një Bin Laden për Kosovë. Përgjithësia nuk është Mimoza ka një përvojë edhe me gato. Përgjithësia është shumë e madhe, po pajtuna që është shumë e madhe. Dhe për çështje për cilën është shumë e madhe, për çështjet më është një paradoks. Është çështje kombëtare. Është një paradoks këtu. Çështja e sigurisë kombëtare është ka ndodhur aty. Nxite me reagu. Në anën tjetër akuzohen parti tjera për bashkëpunim me Bashkëvendim me Listën Srpska. E në anën tjetër, ty e ki njeriun që ka qenë këtë Kosova, këtë shqiptartë, e ka ndëgju komunikimin e saj, nësë po them, që nuk është dua pa urdhra të vetëvendosjes. Por, një tro përgjithësie njeriu e bartë dhe vetë ke folmi njeri që është i ndjekun, i kërkun, kriminal. Po, nuk është e izoluar tek individi. O me autorizim partisë dhe përgjithësi. Absolutisht, po përgjithësi, nuk amnestohet njeriu edhe nga përgjithësia. Sa amnestohet edhe përgjithësisë individuale, pavarësisht faktit që ke folë në emër të partisë, pra përgjithësia është pak edhe individuale, kur njeriu si shef i grupit parlamentar përfshihet me njërin prej krye kriminalve të sërbisë. Plus ajo asnjëherë nuk është rëfy, edhe madje ka tentuar me thonë që ajo e ka njoftu kryeministrin Kurti mas bisedës.
Për atë pare ka njoftu, bile kur ka kuptu që mundet me do dhe shkam publik, që shu ka thonë parafrasisht pe parafrazoj. Pra, nuk është rëfy, ajo duhet më rëfy që ka ndodhë aty, pse edhe dhe çfarë nivele ka shku diskutimi. Prandaj po tham që të dy plusa, dë vetëm, edhe minusat masne e tipët maj, e këta dy Armend dhe Mimoza e kur me minusa. Plus për propozimin. Unë isha rezervu pak, jo për në arsye kështu mistike, po kabinetin në tentativ me gjyku, si me thonë, unë hapit nga për disa nështë për njerëve që kam pranu, absolutisht. Duke e ditë që është, si me thonë, loje e pasigurt. Vesh me shku në tentativ, a bohemi, a zbohemi, ajo paraqet edhe masën në të cilën ti si person ja beson dignitetin dhe integritetin tonë Albin Kurtit, po jo Albin Kurtit si emër i përvetshëm, po çdo njeriu që të thotë apo vjen se po më duhesh veç për një tentativ, nështë bëhet, nështë nuk bëhet, se nuk është hajgare puna e kabinetit dhe qeverisë. Apo kjo është, pra, prezantimi këtyre është që përzgjedhje të reja që të vinë nacionale të jashtëzakonshme, ky do të jetë kabineti i jashtëm qeveritor. Po, do më thonë, ajo që e thash në fillim, përveç masave dhe intervenimeve nga të cilat na u privum tash e 8 muaj, nga intervenimet dhe që do e përmirësonin jetën tonë, krahas kësaj, është dashur me qenë edhe një mbështetje, si më thonë, se një lloj arsyetim që këta njerëz i bëjnë këto qeverisje të mira, si më thonë, dhe shihni se çka nuk votuan. Shihni se nuk e votuan zotin Hoti atë, nuk e votuan atje dhe nga tjetrin. Me prek sentimentin e qytetarëve të Kosovës me disa figura. Edhe nuk e di atë, si më thonë, pazarin me listën guxo si e kanë bëhë. Unë kam edhe një përshtypje që të dasht me nuk e di sa ministri pat, lista guxo 2 minimumi. Gashane dhe Dënika. Zavendës kryeministre. Do më thëmë ma shumë ministrat importum prej jashtë se sa partnerit i koalicionit. Është dash me pas një qëndrim lista guxo. Po, ndoshta në ditë. E filluam me Blertën, do ta përfundojmë me Blertën këtë bisedë përmend pak zgjedhje për balotazh, cilat komuna po i ruani, cilat po i hopni. Faleminderit Arsem, është u bën një angazhim i madh që ti mbajmë komunat ku kemi qenë qeverisje, natyrisht presim që të kemi garë ku jemi pretendent serioz edhe një pjesë të komunave të Republikës Kosovës, është një garë shumë e madhe të u bën Mitrovica, është angazhim jashtëzakonshëm që po bëhet prej strukturës dhe qytetarëve atje, dhe në Klin ka po ashtu një angazhim shumë të madh të qytetarëve dhe të strukturës për zgjedhjet e balotazhit, po edhe një pjesë të komunave tjera ku Partia Demokratike e Kosovës është në balotazh, pra strukturat tona janë gjatë gjithë kohës në teren, pavarësisht këtyre zhvillimeve cilat i kemi pas në qeveri. Unë pres që të dalim mirë nga rezultatet e mëhershme që i thash, janë rezultate inkurajuese që plasin për një rikthim të fuqisë politike, fuqizim dhe besim më të madh të qytetarëve në leadershipin lokal. Mbetet me u pa, pra po e them se si do të proceduat e do të mbyllet deri në fund. Unë pra po e them jashtë kësaj që është duke ndodhur në garës në nivelin lokal, në fund të ditës pres që Kosova të jetë një pozicion më të mirë edhe në nivelin qendror, kurdo që kemi zgjedhje, pres që ne të dalim një herë për gjithmonë nga kjo zgapell e rëndë në cilën jemi futur, dhe duhet besoj që nuk do të kemi bariera të tilla të mungesës së qeverisë, mungesës së llogaridhanjes së këtë qeverisjes për vitet tona. Lajmi i fundit është se në Prizren Aleanca për Reformimin e Kosovës ka bërë koalicion me lëvizjen vetvendosje. Dhe në Jonek Anasjell. Po në Prizren është për unë pres absolutisht që zoti Todaj të jetë pas një dyshim, pres që të jetë fitues, dhe për shkak të angazhimit të tij, atje ka një mbështetje bukur të madhe dhe vetë mënyra se si ai ka Unë jam i bindën që fiton zoti Todaj. Absolutisht. Unë besoj që pas një mëdyshje, them që Prizreni do të jetë vazhdimi i qeverisjes së zotit Todajt. Këtë e kanë thënë edhe qytetarë, por nëse e shihni edhe mënyrën se sa është votu, pavarësisht faktit që pritshmëritë kanë qenë që të mos kemi ballotazh, po megjithatë, unë pas një dileme them që në Prizren do të vazhdojmë qeverisjen.